Jemi gati për një tjetër episod të Mam, ku do të sjellim emocione të mamave, të eksperiencës të tyre personale, me fëmijët e tyre. Do të kemi 2 motra pas pak, por përpara se, unë dua t'ju kërkoj dhe ju lutem që të bëni subscribe në kanalin në YouTube të Orinda Huta, për të na ndjekur javë pas jave, për dhënë komentet tuaja në videot që ne sjellim çdo ditë në kanalin zyrtar ku shfaqen episodet e Mam. Dhe një falënderim special shkon për Lajthiza dhe Dinorios që janë çdo javë me ne. Fillojmë me 2 mamat që do jenë super në këtë episod. Këmisht fati, keni veshur gocave? Ti ke veshur? Nuk e mbaj mend. Unë i kam veshur dhe më tha mamia, këto janë vetëm për marketing, tha. Dhe realisht, ashtu ishin. Se më thanë, vishja këmishën e fatit, kur të lindi dhe ruaja ashtu. Po si mund t'ja ruar, sepse fëmia ka ato ujërat e veta trupit, ne e lam pa tjetër, se vjen erë. Po. Është një po, e lam. Është një kam larë, për shumë. E ka ashtu e kam, si shka ndoshta kemi bërë gabim, nuk e di. Pas kemi bërë gabim. Sot në Mam kam 2 gra, mama, të cilat e kam përjetuar mëmsin thuajse në të njëjtën kohë. Mbi të gjitha janë 2 motra, dhe unë kam shumë qef kur kam motra në Mam, sepse të dy ndajnë eksperiencën e tyre personale dhe shkëmbim me eksperjencash njëkohësisht në kohë reale për t'u treguar më tepër ju që na ndiqni, por gjithashtu janë 2 sipërmarrëse të suksesshme që punojnë të dyja së bashku. Kam sot në studion e Mam Sarën dhe Borën. Faleminderit që jeni këtu. Faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi në fakt, kënaqësi t'ju kem të dyjave dhe për të folur kësaj here jo për make-up, jo për flok të stiluar bukur, jo për nusa, por për të folur për bebat tuaj dhe për gjithë rrugtimin tuaj të mëmësisë. A ishte një rrugtim i cili nisi krejt papritur, që ju s'ishit bërë gati, apo ishte një thirrje e brendshme? Okej, jam gati për të bërë mami, ka ardhur koha. Si vetëm po them që është pak e vështirë të flasësh për fëmijët, se deri tani gjithmonë në daljet tona publike kemi folur për punën tonë. Po gjithsesi nuk erdhi një moment, nuk ishte një moment i vetëm që unë thash, shiko, tani do bëhem mami. Gjërat erdhën, rodhën natyrshëm, duke filluar që nga konsolidimi ynë si çift, dhe deri te fakti që unë kisha menduar që gjithmonë që kur të bëhem prind duhet të kem disa gjëra primare, të realizoj disa gjëra, si për shembull të jem financiarisht stabil, që t'i plotësoj disa fëmijës tim disa gjëra që i kam menduar unë që duhen, se kohët kanë ndryshuar normalisht. Shumë e vërtet, në fakt. Edhe duket sigur ajo koha sado që ne përpiqemi, sigurisht që themi që okay, ndoshta nuk arrim dot, e mira s'ka fund, vërtet. Po për ty, Bore, njësoj erdhi apo ishte diçka që ju po e kërkonit prej kohësh? Jo, ishte diçka rastësi në fillim, pastaj ishte diçka që ne e kërkuam duke qenë se historiku ishte i tillë. Unë të falenderoj për ftesën se nuk është e lehtë të ndash, dhe sot kam emocion se nuk është e lehtë të ndash gjëra kaq personale. Por njëkohësisht jam shumë e lumtur që po i ndaj në podcastin që kam ndjekur më së shumti gjatë shtatzanes. Jam shumë e lumtur vërtet, sepse ka goca që janë në pritje të ëmbël. Po ka të goca që e kanë ndërmend ndoshta një ditë të bëjnë mami, që ndjekin shumë mamë dhe shkruajnë çdo ditë në Instagram dhe jo vetëm, dhe jam e lumtur që ne së bashku formojmë atë komunitetin dhe japim eksperjencat tona që edhe nesër mos të kem frikë, sepse kjo është dhe duhet të thënë diçka që ato gratë që janë mama, tani nuk duhet t'i shfaqin frikë mamave të reja, se mua më kanë dhënë shumë ide, ki frikë postpartum, ki kujdes me emocionet, kujdesu për veten, se bebi rritet, për shumë, ndërkohë që unë e kisha gjithë vëmendjen te bebi dhe më ka ndodhur, më ka shkuar çdo gjë shumë mirë, mund të them. Prandaj gjithë secili ka eksperiencën e vet dhe gjithë secili e kalon ndryshe, nuk është nevoja të shfaqim frikë. Apo bebi për shembull, kujdese nuk do flej natën, do rish pa gjumë, fli tani sa je shtatzak. Ndryshon jeta plotësisht. Jo, s'ka ndryshuar jeta. Jo. Dhe në fakt, unë dua të flas për këtë pjesë, sepse shpeshherë mund të keq kuptohet, meqense jemi edhe në fillim dhe ti e ceke pak. Keq kuptohet kjo pjesa që na e bët gogol mëmsin, ç'është kjo? Duhet ta marrim më qetë, dhe në fakt më ka rënë rasti shpesh flas edhe me goca mikeshat mia që në momentin e parë kur marrin vesh që janë shtatzan, kanë një lloj frike të brendshme e cila nis
krejt papritur, ndërkohë që unë atë që i këshilloj gjithmonë i them që shijoj, është momenti ta shijosh, ta pranosh bekimin që Zoti sapo të ka sjell në jetë, dhe ta shijosh gjithë shtatzanin sepse ndoshta frika i bën më shumë dëm këtij momenti, Dhe kjo është dhe mesazhi që duhet t'i japim vajzave sepse eksperiencat janë të ndryshme, nuk mund të kem frikë krejt se erdhi krejt papritur një krijesë. Por gjithsesi, si ka qenë pritja ëmbël? Le të flasim për të dyja pjesët. Ja, po flasun e para. Po. Pritja ishte gëzim shumë i madh sepse ne e prisnim, e dëshironim shumë një fëmijë, por ka pasur ato vështirësitë e veta deri në muajin 6 e gjys, ka pasur shumë vjella dhe rash shumë kile. Unë isha e dobët kur fillova shtatzanin në peshë, por rash akoma më tepër. Dhe kjo e vështirësoi pak edhe fakti që unë isha në punë dhe atë periudhë ishte verë, ishte sezoni, ne në verë rrim gjithkohës në këmbë, fillim punën nga ora 5 deri në 7 e darkës dhe shumë e vështirë. Prandaj kisha ato problemet e mia, kisha kontraksione gjatë gjithë kohës, pija utrogestan, mos gaboj. Po, progesteron. Po. Dhe nga muaji 4 dhe kam ndryshuar shumë mjek. Vërtet? Unë edhe jam pak e fiksuar ndoshta, por në këtë rast nuk ishte faji me të drejtën. Se për shembull një mjek shumë i njohur këtu në Tiranë më pyeti tek vizita e radhës rutinë që kisha në muajin e 4, më pyeti a të kam plasur ujërat? Po çfarë do të thënë atë kam plasur ujë se do të thënë sikur shtatzania po dështonte diçka e tillë, nuk e kuptova, nuk më dha shpjegim. Po si mund ta kuptoje ti? Çfarë të tha? Çfarë duhet të kuptoje ti në momentin që të plasën ujërat? I thash unë s'kam asnjë shenjë. Okej, i thashun, po çfarë duhet bëjmë vazhdim, ka ndonjë rrezik, nuk më dha asnjë këshill. I thash, mos ndoshta duhet bëj regjim, se kam qëndruar shumë kohë, se kisha kontraktime, dhe më tha që okej, provoje, dhe të shohim çfarë do ndodhi. Dhe që atë ditë nuk shkela më tek zyra ati, gjej një mjek tjetër, por gjithsesi pavarësisht mjekut që kam pasur në Tiranë, paralelisht në Durrës jam ndjekur edhe me një mjek tjetër. Pra gjithë shtatzania ime jam ndjekur me 2 mjek. Që t'ishe e qetë pra dhe e sigurt për atë çfarë po kaloja. Doja shumë siguri dhe doja fjalën e të dyve e para dhe arsyeja e dytë është se Tirana pak më larg, trafiku i verës për të ardhur. Nëse kisha ndonjë kontraksion të vogël, se barku kishte raste më ngurtësohej shumë, shkoja direkt tek mjeku dhe bëja eko. Sa që më tha mjeku nga fundi, mos hajde më ço mesazh kur të lindesh. Se ke ardhur shumë. Sa herë shkoje te mjeku, sa e ke llogaritur? Një herë në 4 ditë. Një herë në 4 ditë? Po. Përsa një herë në javë, po e paske egzageruar më shumë. Pra, kjo të krijonte ankth. Pra, doja se zbën ta shikoje, doja siguri. Isha shumë e lodhur gjatë ditës dhe kisha dhe atë ndjenjën e fajit, kupton që po i bëj keq fëmijës me qëndrimin e gjatë në këmbë. Dhe doja siguri dhe tha të shkoj ta shikoj një herë, jam okay që të vazhdoj ditën nesër. Pse vazhdove të ndryshoje? Një mjek tjetër, pastaj muajin e 6, më tha, unë shikoj diçka tek hunda e bebit, që nuk e kam parë ndonjëherë në kaq vite eksperiencë kam, kështu që të këshilloj të shkosh te ky mjeku tjetër në Tiranë. Dhe shkova në shtëpi duke qarë, kupton? Dhe shkoj tek mjeku në Tiranë, nuk e pa fare, që nga i moment që në muajin e 6 ne nuk e pa më fytyrën e gocës në eko. Na e bëri surprizë, domethënë që të dilte. Goca nuk ishte fatmirësisht asnjë problem. Po si nuk e pat fytyrën e? Nuk e pam, domethënë sa nuk shfaqej më, nuk shfaqej, po. Interesante. Edhe nuk e pam. Prandaj unë bëra nipti në javën e 10-11 mos gaboj dhe deri në javën e 21 unë nuk e mora vesh se çfarë gjini e kisha, për arsye se ja dash borës dhe vllajt, dhe ato e mbajtën sekretin shumë mirë, për arsye se në atë momente edhe lodhja dhe gjitha këto që po kaloja, mua nuk më interesonte shumë gjinia me të drejtën se çfarë ishte çuna apo gocë, thjesht doja të ishte mirë. Dhe në momentin që unë ndjeva veten pak mirë në javën e 21, që kishin kaluar të vjellat, kupton, bebi duke mirë, nuk kishte rrezik për dështim. Ishte siguri, më shumë kishte bërë morfologjike të gjitha. Po, sakt. Atëherë bëra një festë të vogël për të zbuluar gjinin. Gjithsesi, kjo gjëja që më tha doktori për pjesën e hundës ndodhi disa ditë para festës. Dhe shkoj në shtëpi duke qarë, them që shiko, s'do e bëj fare këtë festën, ta anullojmë. Dhe pastaj mblodha veten dhe i thash burrit, është fëmia jon, çdo lloj gjë që të ketë, do e marrim përsipër, nëse ka nevojë për ndonjë ndërhyrje do e bëjmë më mbrapa kur të lindi. Dhe pastaj më mbrapa
sikur e stakova trurin me thënë drejtën dhe e kam shijuar shtatzanin. Ato muajt e fundit le themi që jo tamam siç duhet. Ndoshta ndikojnë dhe hormonet, sepse kisha shumë energji, punoja akoma dhe më tepër. Dhe ndoshta janë gjitha këto bashkë. Edhe një mjeke tjetër, nuk e di pse më ndodhin këto mua, më shikonte të dobët dhe më thoshte do bësh një beb shumë të dobët, sheu, shumë të vogël. Ndërkohë goca ka lind 3-10 gram, 3 kg pa 10 gram. Që mua më duket shumë normale, me aq sa ushqesha unë se kisha rënë shumë kile. Dhe është ky stresi i vazhdueshëm që kisha, që t'japin mjekët ndonjëherë, ndoshta është pa të keq se bën mirë që ti të ndërgjegjësohesh tash më tepër, po unë haja. Nuk kisha fare nepse të çuditshme, haja vetëm gjëra shtëpie, doja vetëm gjëra ushqime shtëpie. Unë nuk dua ta nis thjesht për shtatzanin, por dua ta nis rrugtimin tënd të shtatzanis. Pra, që tek humbjet që ti ke pasur në fakt. Po, për mua ka nisur më ndryshe. Ne jemi çift i ri dhe nuk është se e kishim me nxitim që duam të bëjmë fëmijë, thjesht shtatzania e parë erdhi natyrshëm. Por u ndërprej në javën 7-8 diku, pasi nuk i dëgjuam rajet e zemrës së bebit. Mjeku aso kohë më tha që është diçka që ndodh shpesh dhe është normale, dhe unë nuk e shqetësova me të drejtën. Ndodhi shtatzania e dytë. Shtatzania e dytë e mbaj mend atë ditë që kam shkuar me bashkëshortin, doja që ato emisionin e rajes, dëgjimin e rajes zemrës së bebit, atë ngjonim të dy, dhe atë ditë jam prekur shumë, dhe tani prekem. Nuk i dëgjuam sërish rajet e bebit. Aty fillova nisa ta marr seriozisht edhe të ndjek çdo hap, çdo analizë të mundshme, bëra ESG-n, çdo analizë që dua i bër. Më pas u ndoqa sërish dhe unë me 2 mjek, se më mirë të dëgjosh 2 mendime, ti je e sigurt. Njëri mjek më tha që rruga më e sigurt është procesi in vitro. IVF, po. Një mjek tjetër me po të njëjtat analiza që kisha bërë, më tha që nuk ke pse. Është ekspert i fertilitetit, të tha. Njihet për ekspert të fertilitetit. Më tha që unë nuk shoh asnjë arsye, unë biles ma tha troç, unë lek dua. Nuk shoh asnjë arsye që ti të bësh in vitro, duhet tentosh për shtatzani normale. Le një takim të dytë me po këtë mjek dhe pa ditur unë isha shtatzën. Sërish. Po, isha shtatzën me poen. Shtatzania e poen ka nisur pak me vështirësi. Pjesa më e madhe e muajve të shtatzanis ishin pak të vështira e vjella. Ishte kryesore. Ke pas të përzira shumë. Po, kam pas shumë. Pra të dyja njësoj në këtë pikë keni qenë. Po, të dyja njësoj. Kemi rënë shumë kile të dyja. E mami juaj ashtu thoshte, njësoj ka qenë ju? Jo. Jo, ka qenë me ne ka qenë. Ashtu, ne të dyja njësoj. Kam rënë 9 kile muajt e parë. Po. Sa që nuk kisha të dëshirën që ta postoja, të tregoja që isha shtatzën, nuk ndjesha mirë me veten. Por si shtatzani ishte shumë e rregull dhe në norma, ishte shumë mirë. Më pas konsultoja me një mjek për të bërë një udhtim, ishte një projekt pune që duhet shkoja jashtë bashkë me Sarën. Ditën e dytë të udhtimit unë pata hemorragji. Isha diku ditët e para sa kisha hyrë në muajin e 5. Pra që supozoj që rreziku i madh ka kaluar. Ka kaluar, po. Atje në atë moment. Jam tip që e ruaj qetësinë. E di dhe kë kam në krah. Kur kam Sarën në krah, kur e kam me vete, e ruaj shumë qetësinë se e di që ajo do mendoj njësoj si unë. Dhe i thash Sarës që kështu thjesht më gjej spitali më të afërt. Unë thjesht u shtriva dhe nuk bëra asgjë. Thjesht un piva. Sara gjeti spitali më të afërt, shkojmë dhe atje më thanë që duhet të shtrohesh se s'bën në spital. Nuk e mendova kaq problematike, se ndërkohë flisja edhe me mjekun në Shqipëri dhe thash shko në domën e hotelit, qetësohu, mos lëviz deri ditën që do kthehesh. Ato më thanë që duhet shtrohesh në spital se përveç se hemorragjisë, shohim një shkëputje të placentës. Mjeku në Shqipëri thoshte nuk ka pse të ndodhi ty, ishe shumë mirë. Gjithsesi më tha, duke qenë se jam me mjek atje, bëj çfarë të thon ato. Unë nuk jam që do të shikoj. Po. U shtrova më shumë se 24 orë në spital, bëra ato procedurat, ka qenë shumë emocionuese se je në një vend të huaj, gjua është. Ton gjuan ti. Ai anglisht flet dhe në gjuhën anglisht e kemi shumë të përditshme, por unë i thoya Sarës dhe vllajt ma përkthe se çfarë thotë se unë nuk isha empir.
Mjekja ishte shumë e mirë, me thënë drejtën, e pa që isha shumë në gjendje të rëndë dhe erdhi më përqafoi dhe më tha mos ke merak, je në një vend të huaj, por ne do të trajtojmë njësoj sikur ti jesh në vendin tënd, për çfarë do lloj gjë që të kesh, do më kesh mua. Dhe gjëja që më ka bërë përshtypje, edhe kur u ktheva që erdha në Shqipëri, më ka shkuar një javë rresht, si e. Dhe pse e dini që nuk do isha më pacientja e saj. Po ishte shumë gjë pjesa humane që më bëri përshtypje, shumë gjë, po, e vërtet. Shumë e rëndësishme që dhe mjekët tanë nuk është se e gjejmë gjithmonë dhe ankohemi shpesh në fakt në këtë pikë, ndoshta edhe prej fluksit të madh që në Shqipëri kanë mjekët obstetër apo ginekolog që është në fakt është një numër i vogël në fakt për popullsinë që është edhe ndoshta edhe prej kësaj që specialistët janë në shumicë këtu ndryshe në një vend si Dubai, atje ku ishit ju. Dhe më pas do të ktheheshit në Shqipëri dhe në Shqipëri jam kthyer me kështu karrocë me rrota. Çdo lëvizje minimale. Pastaj jam kthyer, kam ndenjur regjim shtrati dhe thjesht rruga ishte shtëpi, spital, një herë në 2-3 ditë që më kontrollonte mjeku. Për një muaj. Kontrollin mjeku ç'a tha? Kur e bëra kontrollin mjeku dhe thash si ka mundësi sepse më thej që udhto, nuk ka asnjë problem, isha shumë mirë. Janë ca gjëra të Zotit që nuk i kemi në dorë. Dhe vërtet kjo është. Gjithë Tanzania ime kështu ka shkuar faktikisht me gjëra që ne nuk i kemi në dorë. Pse më tregon më shumë pastaj çfarë ndodhi më mbrapa. Po që tek historiku i parë i dy Tanzanive të ndërprera, që tek kjo, pastaj un pata një fuqi të jashtëzakonshme mbasi kalova këtë muaj në regjimit. Kam punuar shumë. Kam punuar deri disa orë para se të nisesha për spital që të lindja. Dhe aty muajt e fundit kam filluar ta shijoj dhe të kuptoj atë fjalën që thonë të tjerë shijoje Shtazanin. Dhe në fakt pas keni pasur thuajse edhe të njëjtën le të themi historik, domethënë me gjithë ato peripecitë e muajve të parë që u kanë zgjatur një çik më shumë se ç'duhet në fakt se zakonisht thonë deri në muajin e 4 dhe pastaj fillon edhe bëhet vaj situata, por ju keni pasur surpriza të tjera, megjithatë ja keni marrë le të themi dorën kësaj gjëje dhe ju futët direkt punës me plot energji të dyja edhe pasi kaluat të lloj peripecish. Është përgjegjësi, në fakt, ndoshta jo të gjithë që na shohin na kuptojnë, por kam përshtypjen që na kuptojnë shumë mirë ato që kanë një biznes të tyre. Është përgjegjësi shumë e madhe, pavarësisht se ti ke jetën tënde personale, është një gjë që ti ke ndërtuar ndër vite. Por duhet gjesh një balancë për t'i bërë mirë të dyja. Është e vështirë gjehet ajo balanca, por mundohemi t'ja dalim. Por në fakt në këtë pikë që ju më prekri mua, do të thënë pjesën e di që karriera është e rëndësishme, e di që të kesh një biznes personal individual që e rrisni vetë çdo ditë me forcat tuaja, është e vështirë të vesh në peshore, se çfarë mund të bëj tani. Por ndërkohë kur bëhet fjalë për një krijesë të re, për një bebe, ndoshta futet ajo pjesa që po sikur, ndjenja e fajt është gjithmonë, jo vetëm gjatë shtatzanisë, po dhe më pas kur lind edhe që jemi kthyer në punë, ndjenja e fajt është aty gjithkohës. Po nuk besoj se është vetëm te ne që duhet të ndajmë kohën tonë në shtëpi dhe në punë, është te të gjitha mamat ndjenja e fajt për gjëra të tjera ndoshta në një formë apo në një tjetër. Por lindjen e patët të thjeshtë më pas apo lindja. Un kam histori të çuditshme, nuk e di pse. Pra nuk ishte aq vaj, sa që po thoje. Është diçka problem. Se unë them vaj sepse pavarësisht se kam kaluar këto, e quaj vetëm pak tip të fortë dhe mua nga që ardhja në jetën e Ginit më zhdukur gjëja më e bukur që kam pasur në jetën time. Dhe ndoshta mamat për fëmijët i harrojnë gjitha momentet e këqija, kjo është. Se ndoshta po të më pyesesh në atë moment, do ankohen, po tani më mbrapa nuk më duken gjëra pak të vogla për të ankuar. Ka njerëz tjerë që kanë histori më të dhimbshme normalisht. Gjithsesi, doktoresha që ndiqesha në Tiranë, i thash që dua të bëj një lindje natyrale dhe pyesja vazhdimisht për ato pikpyetjet e mia që kisha, frikrat e mia, dhe më tha, "Okej, je në rregull, parametrat janë shumë okay për të bërë një lindje natyrale." Në javët e fundit, në javën 37 e gjysmë mos gaboj, më thotë që ujërat janë kalcifikuar dhe ka kordon.
Okej, thashu, nëse ka kordon e bëjmë lindjen direkt, që tani, unë nga historitë e mia familjar, kemi një 2 raste, mos gaboj, si nga ana e burrit dhe nga ana ime, që kanë lindur me kordon dhe nuk ka shkuar mirë, dhe nuk doja të rrezikoja fare. Jo, tha ajo, s'ka gjë, nuk e lindi, por ti do vish në spital të monitorohesh për ditë. Unë kam ngulja dhe i thash, nuk ka pse vi në spital, përderisa është kjo frika, përderisa kam hyrë në muajin tim, më mirë e mbyllim këtë punë. Gjithsesi më dha kohë të mendohesha dhe unë normalisht shkova edhe te mjeku tjetër që ndiqesha në Durrës dhe më tha që është normale që gjatë fundit të shtatzanisë ujërat fillojnë duke u kalcifikuar, por bebi nuk ka kordon. Gjithsesi ti mos i thuaj mjekut se nuk është normale ti thua që ke shkuar ke bërë njëri tjetrin. Kupton? Kështu ka qenë gjithë shtatzania ime. Asnjë mjek, 2 mjek nuk më kanë thënë njëjtin mendim. Po. Që s'kam fa unë që jam pak. Edhe pastaj vendose që ta vijoja. Dhe pastaj shkova tek spitali i Durrësit para se të shkoja në Tiranë dhe te një mami që njohim, tha, "Ok, hajde të shikoj nëse je hapur, nëse se fillon." Edhe më përpara hapesh, nuk fillon vetëm ditën e fundit që do bëhet lindja. Ajo ishte shumë e dhimbshme ai procesi kur ajo më pa. Edhe që aty thash, "Ok, unë do e lind me operacion." Atë ditë e kisha, nuk është ishte për trupin tënd, të kishte. Jo, mënyra se si më bëri atë për të më parë nëse isha hapur apo jo, më duk shumë e dhimbshme. Edhe nuk mendova që do e duroj. Ka qenë si kleshme, në fakt se mua është shumë e dhimbshme. Nuk ka filluar dhe procesi real. Po. Edhe se kupton. Kisha kontrollin, rutinë, siç më tha doktoresha në Tiranë për të ardhur për ta parë bebin dhe shkova, nuk isha ngrënë, nuk isha pirë se e dija pak a shumë dhe atë ditë do e vendosja me veten time se çfarë do bëja. I tha, "Shiko, unë sot do e lindi e lirë." Edhe më tha, "Vërtet ke vendos?" Po. Edhe vendosëm që ta lindim atë ditë kur mbaronte operacionet, unë isha operacioni i fundit. Gërëria e fundit që kishe për të bërë doktoresha. Pra pati këtë guxim që ty e fundit në. Se çfarë ka? Kjo është guxim tjetër. Nuk ka shkuar, nuk kishte shkuar mendja te kjo. Edhe u futa në sallë. U futa në sallë. Dhe ja bëra gjithë surprizë mamit, babit, saqë ishte shumë e fortë me babin se nuk e dinte që kisha lindur akoma dhe i tham, "Hajde në spital se do lindi Sara." Dhe unë isha te krevati, bebi ishte te krevati vet, kisha lindur dhe vjen, "Babi, e mirë kur do futesh." "Baja, ku është bebi?" "Pse bebi jonë është ky?" Ishin pak surprizuar. Ka qenë besa e parë dhe kanë qartë gjithë. Të gjithë, po me lotë, nuk e mbani dot. Kush ka qenë personi i parë që ke marrë në telefon dhe thoje që lindi mbesa? Bora ishte aty. Ishte aty. Bora bashkëshorti ishte aty. Personi i parë ka qenë mami. Mami. E kishit ju dhe me atë idenë që nuk e thuet mamit se... Jo, se kisha, unë i kisha thënë pak a shumë që unë dua ta bëj, po ditën e fundit i thashë nuk e kam vendosur akoma. E kuptoj. Që edhe ajo ishte pak e përgatitur. Edhe unë nuk kisha dëshirë t'ia thoja mamit, por problemi është ne punojmë të treja në të njëjtin biznes. Dhe te bloku ishte shkruar ajo data Bora pushim. Dhe mami që thoshe, "Pse do bësh pushim ato ditë? Ke punë me." Dhe do s'doja gjëja u kuptua dhe mami bëri sikur se kuptoi që kjo gjëja do ndodhi. Është saktuar atë ditë. Por si ka qenë për ty? Momenti që do të lindje. Ka qenë shumë i bukur. Siç e thash, muajt e fundit i kam shijuar shumë. Po mundoja të rikuperoja atë pjesën që e kalova shumë situatë të vështirë. Po ndryshe nga Sara ti e kishe përcaktuar që në fillim që të kaloje në C-section apo? Po. Nuk e mendova që dua ta bëj lindje natyrale, kisha dëshirë ta bëja C-section. Mjeku më tha, "Ne mund të lejmë një datë, por duke qenë se ti ke një volum të madh pune që ndron për shumë orë në këmbë, përgatitu mund të të plasin ujërat më shpejt." Po puna që bëjmë ne e bëjmë prej vitesh dhe trupi është mësuar, është njësoj si ato goca që bëjmë palestër deri ditën e fundit. Unë gjithsesi u mundova që gradualisht bëj gjërat e bebit gati, bëj gjërat e mia gati, duke qenë se kisha dhe ngarkesë gjatë ditës, çdo darkë pak e nga pak. Dhe deri ditën e fundit kam punuar deri në 8 të darkës, të nesërmen duhet shkoja në 6:30 të mëngjesit në spital për të vazhduar procedurat. Aty kam bërë një shaka me anestezistët dhe ato infermierë që ishin aty, se janë procedurat, ti e din njerë në sallë, pastaj kalon, epidurali, gjitha këto. Thash, ta dija që kisha kaq shumë për të bërë, kisha punuar dhe sot.
Isha shumë mirë me thënë drejtën. Isha shumë mirë, Nuk kishe frikë, nuk patë në një moment frikë, kur hyrë sallë. Jo. Momenti më emocionus ka qenë kur kam dëgjuar qarën e Qarën e bebit. parë. Duke qenë se e kam përjetuar shumë si shtatzani, nuk kam qenë mirë, të them drejtën, nuk më pëlqente të bëja foto, nuk pëlqeja dilja, nuk haja si gjë, dhe duke qenë se e kam përjetuar shumë si shtatzani, mendoja mos i bëj keq bebit. Dhe momentin që kam dëgjuar bebin duke qarë dhe e kam parë me dy duart duke thitur gishtat e veta, se është pak lupse. Pas ka vinë uritur. Po, pamja e parë nuk e harroj me dy gishtat duke i thithur. Jam dirë shumë e lecuar dhe aty kam qarë shumë. Po. Ka qenë moment që s'do ta harroj. Edhe kur ka ardhur te dhoma, se po e them unë me që se Bora se tha, kur pash bebin për herë të parë, thash sa në faj jam se i kam ushtruar stres bebit gjatë shtatzanis. Shumë e vështirë në fakt. Ndonjëherë mendimet tona dhe atë që ndjem nuk e kemi në dorë se si ta ndryshojmë. Thjesht çdo gjë vjen gradualisht. Shumë e vërtetë në fakt. Por si vjo në detet qëndrua të dyja në spital, besoj, e kaluat bët atë ciklin. Po, sa është ajo 2 ditë. Po, unë e kam pasur 3 ditë. 3 ditë. Dhe ka qenë shumë mirë ajo pjesa, ajo periudhe, sepse mamit më kanë ndihmuar shumë që të ngrihesha, më kanë treguar edhe si ta laja bebin, si të kujdesesha. Prandaj kur shkova në shtëpi isha e përgatitur. Gjithsesi mendoj që më kanë ndihmuar dhe fakti që kam parë shumë video në rrjetet sociale. Keni qenë të fiksuara me këtë pjesë? Pra shikoni shumë? Po, shumë. Unë jo. Unë jo, sepse nëse kisha një pyetje që nuk dija si të veproja, pyesja gjithmonë Sarën. Si të gjithë dhënja. Nuk kisha lexuar më përpara si gjë. Ishte përgatitur dikush Sarën para kisha mentore për çdo lloj gjëje. Bora thoshte s'ka gjë se këtë e di Sara. Ti ka qenë gjithmonë ti e shikoje çdo gjë në YouTube. Po, çdo gjë. Edhe unë dhe bashkëshorti ja dërgonim njëri tjetrit. Saqë kur lindi bebi që nga gjëja bazë për shembull, në mënyrën se si duhet ja ndrojmë pelenat, e dija që në videot që shikoja edhe disa gjëra më dukeshin si déjà vu, sikur i kisha bërë ndonjëherë. Dhe nuk doja t'i bënte njëri tjetër, doja t'ja bëja vetë gjitha. Dhe s'kisha fare frikë, ndjeja shumë siguri. Po në gjithëdhënie ka qenë lehtë apo unë mora një program gjithëdhënie dhe fillova të si mund ta thuash ta stimuloj gjoksin, ta stimuloj më saktë gjoksin, që të nxjerrë kullashtrën. Kështu që i kisha nxjerrur 2-3 pika. Nuk është se kisha ruajtur, se ishte shumë pak, thjesht i kisha nxjerr, dhe në momentin që lindi bebi më erdhi lehtë qumshti. E kuptoj. Nuk mendoj se kam pasur ndonjëherë shumë sasi. Ndoshta është edhe gabim, sepse siç e thash, doktoresha më thoshte bebi është shumë i vogël. Kur bebi më duke shumë mirë. Dhe unë pavarësisht se jepja me gjoks bebit, i mbushja shishen dhe jepja formulën që ta ngop, se nuk e dalloj dot se sa ka pirë te gjoksim, ta ngop. Saqë bebi ishte me verdhës, flente gjithkohës, nuk ka qenë fare lupse, është ndryshe nga Bora komplet. Dhe ne me burrin natën venim zilen telefon që ta zgjonim, e preknim te hundat, te veshit, te këmbët, siç na kishin thënë mamit, që ta zgjonim dhe zgjoj shumë e zor. Dhe çdo ditë, çdo natë, para se të flej gjumë, në 12 të natës, pavarësisht se ajo kishte fletur nga ora 8:30, rreth asaj ore, se e veja në orar që të vogël, kur fillojnë oraret, pas 2 muajsh mos gaboj, e veja në orar, unë çohesha në ora 12 natës, ose para se të shtrihesha vetë, e zgjoja atë, jepja për të pirë, dhe pastaj fleja gjumë. Domethënë, ajo mund të flente gjumë gjithë natën, por unë i bëra një rutinë që nuk duhej bërë. Te fëmia dytë për shembull tani po fleti gjumë, do është komplet ndryshe. Do le të flej gjumë. Dhe këto ishin edhe besoj edhe këshillat që i jepi Borës në këtë rast, sepse ta zgjosh nga gjumi nuk është një gjë e mirë në fakt, për sa kohë që fëmia nuk do të zgjohet. Pompën e keni përdorur që mund të Unë e kam përdorur pompën, e kam përdorur goxha muajt e parë. Sepse mbasi 20 ditësh unë riktheva në punë dhe i kisha vënë sa qëllime dhe detyra vete se ishin sa përgjegjësi që duhet t'i bëja në atë periudhë. E kam përdorur pompën dhe ne e çonim dhe qumshi me delivery. Po. Sa përfundoje, e çoje me një herë te bebi. Nuk e dija se sa shumë lidheshe kur e ushqem bebin tat me gjim. Aty u lidha shumë dhe nuk doja të shkëputesha. Dhe kisha shumë dëshirë që ta ushqeja me gjim. Edhe kur isha në punë prandaj pompoja që kisha te merakun mos miki qumshti.
Dhe në fakt, sot shumë mirë në këtë intervist, po dalin edhe dy kontraste sa i përket paktën edhe gjithë dhënien, sepse ti po më thua, Sara, që normalisht nuk ka qenë aq e thjesht, bebi nuk është se ka dashur shumë, është dashur ta ndërpresësh herët në fakt gjithë dhënien. Nuk e kam ndërprer vetë. Unë doja realisht, por paralelisht kisha edhe këtë merakun sa po ushqet, sa pesh do shtoj, ndërsa me biberonën në shikoja sa ka shtuar dhe sasin sa ka pirë, domethënë. Dhe kjo është gabim, por nuk e kam ndërprer vetë deri në 3 muaj e gjys. Me këtë metodën time jam munduar t'ja jap. Pastaj një ditë bukur, në mëngjes e piu kur shkova në punë dhe kur u ktheva nuk e pranoj më. Si ishte ai moment për ty? Aty fillova të këmbgul më shumë. Për ishte gabim se bebi qante, unë afroja, ajo qante, refuzonte komplet. Zgjati dhe një 2-3 net, sepse në darkë natën thënë që nuk e shikon dhe aty e pinte ajo, dhe pastaj nuk zgjati më, dhe qumë si fillon realohet edhe ikën. Ti nuk e përdorë pompën? E kam përdorë, në këtë muaj e kam përdorë, pash edhe programe, po si duket nuk arrita do të ashtoj sasin sa që duhet, e kam përdorë regullisht pompën. Thoshte aty në 12 natës, ka më te për qumësh pomponator, rria, pompoja. Ashtu e kemi lexuar të gjithë, po nuk është se... Besoj se e kam bërë maksimumin tim, po ndoshta duhet të jenë shumë gjëra dhe bebi që ta thithi, se shikoja bebin e borës që e thithte shumë lehtë dhe ndihmon të dali më te për qumësh, prodhoj trupi më te për qumësh momentin që bebi thith më shumë. Dhe ndërkohë për ty ka qenë tjetër, pra ky është kontrasti që ti me dashur e ta heqësh, po e dashuroj shumë qumshin tim. Unë dhe re kur jam gjithë ditën jashtë shtëpie, dhe ajo ka pirë me biberon, dhe kur më thonë mos i jep tani s'ka gjë, qetësohu ti shplodhu se sa ka pirë, e kuptoj që ajo don sërish të ditën. E ka si mënyrë qetësie, lidhje. Dhe tani që i dhem sikur po i dalin kicat, e qetëson shumë. Natën për mua ka qenë fat, se ka qenë shumë e mbar. Biles dëgjoja që më thonin jepi formul përpara se të flej gjumë që mos çohet shumë natën. Jo, unë gjithmonë qumshin tim, gjithmonë ndarke jap qumshin tim, edhe natën çohet një herë ose fare. Dhe shumë mirë, se një herë do çohet më tani, se nuk ka nga shko. Një herë në 6 të mëngjesit me sy mbyll që kërkon për të pirë qumësh, po jo që të lodhi që ta vesh. Kur e vini për të fjetur në darkë, përpiqem nis që nga ora 8 pak, 8:30, po shkonte deri në orën 9:30. Ka fikse pak a shumë 6 të mëngjesit çohet për të pirë deri në orën 9:30 flim të dyja. Keni gjumin në bashka, perfekt. E shihem të dyja. Dhe ndodhe çuditshme është kur më është dashur disa ditë të shkoj në punë herët, ja kam lënë të ma mbajnë gocën dhe është çuar më herët. Ndërsa kur është me mua flim të dyja. Sa mirë, kjo është shenjë mirë. Është shenjë mirë që gjen komfort edhe në fakt nuk të zgjon as ty, edhe ti nuk zgjohesh e lodhur, sepse normalisht gjumi luan një rol të rëndësishëm edhe në mbarvajtjen e le të themi mirëqenies nënës pas shtatzanie. Po, por nuk është diçka që e kam mësuar me program, apo po bëj siç kam lexuar. Është diçka që është me fëmijë mendoj dhe është diçka që ka ardhur natyrshëm, që ditën e parë po kur ka ardhur në shtëpi. Natën për shembull kur zgjoj për të pirë, normalisht javën e parë zgjoj 2 herë në natën, po nuk zgjoj duke qarë. Zgjoj vetëm ato këmbët i ngren kështu sipër, edhe i bjen krevatit. Tani që është bërë më madhe, ka më shumë zhurmë kjo gjëja, dhe unë ndjej që është zgjuar. Po, besoj se varet me fëmijë dhe nuk ka një formul fikse. Dhe, po për ty në fakt, shumë e rëndësishme kjo pjesa e rutinës, e ka treguar pjesa e rregullit, të ndjekurit të gjërave. Po, mendoj se është më lehtë të rrisësh një fëmijë me rregulla, me rutinë, se sa një fëmijë që nuk e di kur e ka orarin e gjumit, nuk e di kur e ka orarin kur duhet pi, dhe ai grindet se kalon orari. Dhe ti as vetë nuk e kupton fëmijën se çfarë do pastaj, kupton? Kështu që është më e thjeshtë për ne të dy si prindër, qoftë tani se tani është më e rritur, e kemi kaluar këtë pjesën e gjithëdhënies, por edhe tani e rritur është më e lehtë të mos i njohë fare këto ushqimet që nuk duhet i haj, se sa t'ja japim dhe pastaj ti themi jo kjo nuk duhet, sa do shaj do e kërkoj normalisht, kupton? Dhe në fakt, përmendë bashkëshortin, sa suportiv kanë qenë bashkëshort, çfarë roli kanë luajtur në këtë fazë? Po gjej rastin ta falenderoj publikisht, se më kanë ndihmuar shumë. Që në momentin që ngela shtatzan.
nuk e di pse në marrëdhënien tonë erdhi shumë qetësi kur unë mbeta shtatzan. Ndoshta si ishim të dy gati, me zëre prisnim, dhe më ka ndihmuar që nga ushqimet që mi sillte, suporti, dhe pastaj kur linda, deri në muajin e 5, nuk e di pse pas muajit të 5, kur u pre me thik i laca detyra, po deri në muajin të 5 më ka ndihmuar shumë. I ndronte pampersin natën, kur ishte nevojshme, ose i jepte edhe për të pirë, dhe unë çësha mëngjes dhe pyesja, është zgjuar sot? Se ka gjumin më të lehtë se mua, edhe nuk e lente të qante baby shumë, çoj direkt. Po. Pra ka qenë një ndihmë shumë e madhe ta bësh gjumin e natës në rregull, kupton? E bëni me radhë, njëri tjetri. Dhe për ty? Edhe për mua ka qenë ndihmë shumë, sidomos gjatë muajve të shtatzanisë, që unë ato luhatjet e emocionit i kisha shumë të mëdhaja. Është ndihmë edhe sot, nuk merret me ndrim pelenash, se e bëj unë më shpesh. Po e ka bërë apo s'e ka bërë? E ka bërë 2 herë. Shiko, po më suporton në mënyra të tjera, dhe besoj se... Po pse ç'është ky problem për ndrimin e pelenës, se nuk e kuptoj. Jo, nuk është çështje, është çështje kohe. Okej, çfarë të më thënë kohe? Oraret, kur vjen në shtëpi, unë kam atë ritualin që i kam... Kemi të dy një ngarkesë pune që shkojmë shumë herë, dalim shumë herë nga shtëpia dhe vjen shumë vonë. Po justifikon duket. Po mundohem. Po sigurisht që të justifikojnë. Se ky është problemi i burrave që justifikojnë nga gratë. Atë ritualin e darkës unë e bëj vetë, dushën unë e laj vetë. Nuk të lëm bora. Që e vogël e kam lar vetë, i jap për të pirë dhe e vendos në gjumë. Por nga ana tjetër kam një darkë të shtruar mirë dhe gatuan shumë mirë. Ah, okay. Dhe pra kjo të është suport suporton në një anë tjetër. Kjo është suport për mua, patjetër. Është shumë e vërtet në fakt. Dhe duke u kthyer edhe një herë në fazën e shtatzanisë, kur ju filluat të blinit gjërat e bebeve. Si ka qenë? Për mua të blinit kush ka qenë dhurata e parë që keni marr, ja keni dhuruar njëra tjetrës. Dhurata e parë sigurisht që ja kemi dhuruar njëra tjetrës. Çka ka qenë? Për mua ka qenë e Sarës një palë këpucë. Okej. Sara, mba mund të? Më duket se nga ato gjylpan kapset e Floririt. Okej, të gjylpan kapset. Dhuratat e para nuk isha bler akoma asgjë, por kur bëra këtë gender reveal festën, aty mora disa dhuratat para. Kisha shumë dëshirë të bleja gjëra normalisht, po duke qenë se ishte mbesa para familjes, nuk më la njëri radhë. Nuk la radhë. Jo. Unë kam maksimumi goxha mbesës, Sarës, gocës Sarës, ndërsa tek shtatzania ime unë pothuajse vazhdoj nuk blej gjë. Vërtet. Mami blen gjitha Sara dhe mami. Imagjino që është fëmia i parë dhe ti ke atë shefin për të bler, po në fillim gjithsesi duhet thënë kjo mendoj që jo shumicën, po disa gjëra që kushtojnë shumë si karroca, krevati, bora dhe unë kemi pasur prej bashkëpunimeve që kemi pas në Instagram. Dhe këto janë goxha harxhime të mëdha që na janë kursyer. Drejt, shumë e vërtet në fakt. Ndërsa pjesën e rrobave, çdo gjë unë nuk dija nga ta nisa me faqet, edhe pyesja Sarën, të porosiste kjo faqja online, të porosis këtu, dhe Sara thoshte leje se i blej vetë. Dhe pastaj deri në një pikë që unë çdo gjë ja kam lënë Sarës në dorë. Dhe ishte më lehtëshëm. A kishte diçka që e bleve vetë, që ishte një gjë që e doje me se zbënte zgjidhje vetë? Si Xholino ka qenë që e kam bler vetë, ka qenë një nap e bukur që e kam porositur më shumë, e mbaj mend që më ka shkuar dogana se sa kushtonte napa. Sepse e quajnë si aksesor prandaj. Po. Këto kanë qenë. Por këmisht fati keni veshur gocave? Ti ke veshur? Nuk e mbaj mend. Unë i kam veshur dhe më tha mamia, këto janë vetëm për marketing, tha. Dhe realisht ashtu ishin. Se më thanë, vishja këmishën e fatit, kur të lindi dhe ruaja ashtu, po si mund t'ja ruar, sepse fëmia ka ato ujërat e veta trupit, ne e lam pa tjetër, se vjen erë. Po. Është një po, e lam. Është një kam larë, për shumë, e kam ashu e kam, si shka ndoshta kemi bërë gabim, nuk e di. Pas kemi bërë gabim. Nuk ndjen asë gjë, më të në dhe në aromë, është thjesht ai edhe kalon, ikën me kalimin e kohë. Po duket që nuk është e pastër. Ka ato shenjat e veta, por nuk është se duket shumë, për që... Jo, ne kemi larë dhe më duket në një gjë me shumë kuptime. Në fakt nuk është e jona, nuk është tradite e jona, ne kemi të sjell nga Italia si gjë, por është diçka interesante, për shembull, e shoh që jo vetëm Italia, përdoren edhe shtetet e tjera, po
paktën e kam parë që shpesh kur i blen dhe kur e kam blerë mbesës, unë kanë qenë të shkruara italisht, nuk i gjën le të themi. Tani kam filluar të risjellin në shqip, le të themi këto këmishat e fatit, por të është kjo këmisha fatit në fund fare, nuk kuptohet, është kënduar, është çuar në kishë, është bekuar, nuk merret vesh se çfarë është në fakt, prandaj edhe mamia në këtë rast ka pas një lloj të drejtës se është thjesht marketing në fund të ditës. Por veshjet e para ja zgjodhët vetë, pra që do dilte nga materniteti ose veshjen e parë që do të vishte sapo të lindte. Unë gocës i kam bler vetëm gjërat e nevojshme që duhen ndruar shpeshherë dhe duhen pak sasi më tepër, siç janë badit, kanatieret, badit me mëngë të gjata dhe kur erdhi ditët e fundit të shtatzanis, po bëja gati valizhen, po shikoj që s'kisha asnjë gjë të bukur për dal baby nga materniteti. Dhe marr mamin e mërzitur dhe them, shiko se unë kam bler vetëm gjëra shtëpie. Nuk kam asgjë të bukur. Kam bler vetëm badi. Po, kam bler vetëm badi. Si asnjë kordele, asgjë të bukur s'kisha. Dhe shkon mami të tjerë për dhuratat. Shkon mami, unë kisha, nuk është se s'kisha dhurata, por nuk përkonin muaj, nuk kishin për të përsalindur. Marrin 3+ gjithmonë. Dhe shkoj mami, pastaj e bëri gjithë valizhen e maternitetit vet me këto dhuratat, me kuvertat e bukura, ma bëri mami të gjithën. Të gjithën. Nuk u more vetë me valizhen. Atë natë. Mami e pa që ishte e mërzitur, shkoj në dyqan, e mbushi valizhen dhe tha ja qetëso. E ke valizhen, e ke gati kur do herë mund të nises. E ke bërë vetë valizhen e maternitetit? Unë e kam bërë vetë valizhen e maternitetit. Gjëra që më kishte bler Sara, unë thjesht i selektova, s'kë pëlqeja më shumë dhe kë do vishte. Ka qenë shumë gjë e bukur. Por dhe Ke Sara marrë gjëra që s'ti janë dashur fare në maternitet? Më thoshte shpesh Sara, mos merr gjërat pa nevojshme, mos merr shumë pajisje, shumë gjëra. Që qa janë? Gjërat e panevojshme, ditët e para, pavarësisht se unë e kam përdorur më mbrapa pompën, por ditët e para nuk është e nevojshme pompa. Unë bile si thoja mamis, po ta përdor pompën, se mua më vonua gjiri 3 ditë dhe thoja ta përdor pompën. Jo, sepse i dëmton. Gjithsesi unë kisha informacion dhe u përpoqja që të marr maksimumin që kisha bler. Por për gjërat e tjera, për rrobat, mendova se kisha marr shumë, por realisht kisha marr pak, se bebi bëhet pis me qumësh dhe pastaj ndodhi që çova dikën në shtëpi që të marrin rroba për bebin. Pra sa rroba duhet marrë me vete? Unë mundova që të bëj të paktën 2 sete për secilën ditë. Por realisht më deshën më shumë. Më shumë. Ditën e parë më ndodhi që ne jepnim qumësh, ajo bënte pis, dhe normalisht duhen më tepër, sepse ne kishim ndoshta në momentin kur lind naturalisht edhe del shpejt, nuk është se ka një nevojë të madhe, por kur duhet qëndrosh me ditë në spital është pak. Unë për shembull kam qëndruar 3 ditë, kështu që kam llogaritur 2 sete për ditë, një për ditën, një për natën. Dhe të dolën, besoj. Vetë për shembull, veshjet tuaja, si zgjodhët, se edhe ajo duhet të jesh pak e kujdesshme me zgjedhjen që bën për veshjen e maternitetit, sepse do duhet që të jesh kollajt kur për të liruar gjirin, të gjitha këto. Nuk duhet të jenë elastik për pjesën e operacionit. Unë nuk kisha dëshirë faktikisht të visha fustanet. Nuk isha komode, nuk i kisha veshur më përpara, më pëlqen më shumë setet komplet. Dhe i zgjodha, u përpoqja të zgjidh komplete masa 2 herë më të mëdha se unë, dhe pse më thoni që shiko se ti do biesh, barku do bjerë, doja që t'isha lirshëm, mos ndjeja dhimbje te pjesa e barkut. Pa tjetër, deri qepetat e gjithënjës janë shumë të nevojshme, kupetat e gjirit, nuk e mendoja se do duheshin, por realisht duhen. Kur i dolën dhëmbët? 9 muajshe e gjys. 9 muajshe? Pa, 9 muajshe e gjys. Por bebi tim si kanë dalë akoma. Ka që 3 muaj që grindet. Okej. Se i fillon shpejt në fakt, se ata mbajmë që i fillon shpejt, por 9 muaj dolën në fund fare, domethënë, kështu që është shumë bebe i qetë dhe unë e kuptoj që ka atë sikletin e dhëmbëve kur grindet ndonjëherë, por nuk i kanë dalë akoma, është 6 muajshe. Është 6 muajshe. Keni një diferencë mes vajzash sa? 1 vit e gjys. Nuk ju duket pak sikur dolet pak se shpejt 20 ditë, 1 muaj. Unë dola se e bëra zgjedhjen time, plus edhe në momentin kur dola ishte periudha dimrit dhe unë prap e fillova një ditë punën, e shikoja që nesër kisha nevojë të jam në shtëpi. Nuk kishe shumë fluks? Po, nuk e shikoja që nesër kisha nevojë të qëndroja në shtëpi,
i organizoja ashtu oraret që të bëja pushim. Kupton, kështu që ka qenë një dalje graduale, duke ardhur 3 herë në javë për shembull, pastaj gradualisht, ndërsa Bora pastaj është gjë tjetër se ishte përgjithësi, ishte sezoni verës që nuset kanë përnotuar akoma më shpejt se ti e ke marrë vesh që je shtatzan vet, kupton? Ishte përgjithësi që duhej bërë ajo, një detyrë që duhej bërë. Kur e mora vesh që isha shtatzan, përveç faktit që u gëzova shumë, mendova edhe për prenotimet, sepse do të prenotojmë shumë herë më përpara dhe i vura qëllim vetes, që unë do t'i bëj. Nuk do pranoj më se që jam pranuar, më shumë se që jam pranuar, por unë ato do t'i bëj, nuk do t'i anulloj. Është përgjegjësi e madhe të kesh punën tate dhe ndoshta unë e them shpesh të fjali, po sa e kuptoj nuk e di. U ktheva në punë 20 ditë. Nuk ishte e lehtë, se ti gjithmonë mendjen e ke te bebi, unë kontrolloja me kamera, fatmirësisht i tash bashkëshorti që dua se s'bën kamera në shtëpi. Dua se s'bën kamera në shtëpi që të shikoj të kontrolloj bebin. Fatmirësisht pata Vjerën, mamin e bashkëshortit që mua e ngushtë më ka ndihmuar jashtëmase dhe fatmirësisht gjeta gjuhën e përbashkët me atë sepse siç atë që unë kërkoja ose atë që thoja ma bënte fiks siç e doja unë. Pra, jo si nëna që thonë, jo si nëna që thonë, shiko se unë e di më mirë. Në vërtet. Dhe kjo ishte një pjesë që isha e qetë në një farë mënyrë. Por nuk është e lehtë të shkëputesh nga bebi, sidomos kur e kemi gjithë. Ndjenja e fajt është aty gjithkohës, por në momentin që ne jemi mësuar me një rutinë ndryshe të jetës, është e vështirë dhe e qëndrimi në shtëpi. Pavarësisht se mua po më shijonte, kishte ditë që mërzitesha shumë vetëm brenda 4 murave, me një beb të vogël që nuk flet, kupton? Sepse isha vetëm unë pushim, po familjarët ishin gjithë në punë. Nuk është se na shoqëronin për dal. Mami, kë ka ndihmuar më tepër nga ju të dyja? Në mënyrat e veta të dyja, të them të vërtetën. Po kë më shumë, është deri në më shumë xheloze në një moment. 40 ditë ka ardhur dhe ka larë ajo. Pavarësisht se unë dhe bashkëshorti mund ta lanim vetë, nuk kishim frikë, ajo kishte shumë dëshirë talante dhe kjo ishte ndihmës shumë e madhe. Mbas dite pasi mbaronte punën, vinte çdo ditë ne. Ndërsa periudhën time ka qenë pak më e vështirë për të ardhur çdo ditë, por u qetësova me faktin se unë kisha mamin e bashkëshortit që më ndihmonte. Sa i përket marrëdhënies në çift, u bë më qetë, më e dashur, më e butë, më respektueshme. Ne kemi goxha vite bashkë dhe kemi ato ulje të ngritjet tona, normalisht kemi kaluar si periudha të vështira, si periudha të mira. Por që në momentin që e kam marrë vesh që isha shtatzan, të dy u lumturuam. Ai e shfaqte në veprimet që bënte, në përkujdesjen e tij. Prandaj marrëdhënia jonë mendoj që pas shtatzanisë është përmirësuar. Jemi më të qetë, e kuptojmë të dy njëri tjetrin, nuk grindemi për gjëra që janë të vogla dhe i marrim gjërat më me qetësi sepse i kemi dhënë një premtim njëri tjetrit që në momentin që ne bëjmë një beb këtu në shtëpi nuk do ketë ngritje zëri pa nevojshme dhe vetë gradualisht kur bëhesh me fëmijë bëhesh më e qetë. Unë jam pak impulsive, por jam më e qetë, tani shumë e qetë. Dhe duam të krijojmë një familje të ngrohtë, të mirë, të rregullt për Neginin, t'i japim dashuri, respekt, ta mësojmë rregulla, se për të dy është e rëndësishme, se të dy mundohemi ta mësojmë. T'ia bëjmë dhe ato lojrat në mënyrë më edukative, jo thjesht duke luajtur. Dhe kjo. Për mua ka qenë ndihmës shumë e madhe. Por të dy në fillim... E ndryshoi marrëdhënien tuaj? Po, u bë më afërt. Më ndihmonte më shumë me çdo gjë që kishte të bënte në lidhje me shtëpinë. Ne kuptoj. Të them të drejtën, kur je shtatzën, meshkujt nuk e kuptojnë ai sa e kuptojnë vajzat. Është vërtet. E kuptojnë, ai është prekur shumë kur më ka parë atë videon që më kishte bërë që del baby me gjak, doktori. Anestezisin e ka bërë videon të dyjave. Edhe po. Është shumë kujtim i bukur ai. Kur pa atë videon u prek shumë dhe nga ajo ditë më mbrapa e kupton më mirë se sa e vështirë është gjithë procesi për vajzat. E drejtë, e vërtet. Dhe lidhesh më shumë. Më ndihmon kryesisht me gjërat e shtëpisë. Por ka qenë, domethënë gjithmonë ka ardhur në përmirësim, pra nuk e... Po, padyshim. Po a gjeni ju kohë për njëri tjetrin? Vetëm ju të dy? Unë kam vetëm 6 muaj me të drejtë dhe këto ditë
I kemi vënë qëllim vetes, do vim gocën gjumë, Okej. dhe do dalim vetëm të dy, sikur dhe një ecje. Po, ndarë. Një natë kemi zbatuar, disa net jo, përpiqemi ta zbatojmë her pas here, se realisht duhet. Ti je të ke një ngarkesë të madhe gjatë gjithë ditës me gocën dhe ti kujton se njëta gjëra që ke kaluar ti, ke kaluar dhe ai, pa ai ka kaluar komplet gjëra komplet të ndryshme në punë dhe është e mirë që në një pikë të ditës bashkohesh dhe diskutosh për gjërat e njëri tjetrit. Ndërsa ne jemi munduar dhe jemi arratisur pak. Po se tani u bë goca i vjeçë gjysmë normalisht. Jo, kur ishte 6 muaj, mos gaboj, ka qenë udhtimi i parë që kemi lënë gocën te mami dhe kemi udhëtuar. Edhe kemi bërë dhe një udhëtim këtë vit vetëm bëhet fjalë, jo me gocën. Kjo është forma për të bashkuar, se të merr dhe rutina e përditshme dhe sa do themi do bashkohemi, i kalojnë ditët, pastaj themi bëhemi ndonjëherë si dy shokë. Ky është problemi, pastaj harron edhe thua po prit po ne. Se është po ne si çift, ku po shkojmë, ku po shkon marrëdhënia jonë, se duket po edhe harron edhe se çfarë të bësh pastaj, se kjo është çështja që unë se konceptoj dot një udhim pa fëmijën tim, po sepse nuk e di se çfarë është një udhim pa fëmijën, sepse nuk do ta provosh, më thënë. Edhe po ta provosh, si them unë, ndoshta nuk e çaflet me burrin tënd se e ke harruar interesat e ti, ai interesat e tu, edhe nuk dini më çfarë flisni për njëri tjetrin. Po kështu avash fillon duke folur njëri për fëmijën, pastaj për një interes më tepër. Muhabetin nxjerr muhabetin. Rikthehet interesi dhe aty e kupton se sa shumë e rëndësishme është jeni ju në atë marrëdhënie. Po nuk shem në mirë që jemi shtylla e shtëpisë, nuk mund të krijojmë një familje të rregullt, të shëndetshme. Flasim pak për emrat, si i zgjodhët, pse i zgjodhët. Negin dua. Atëherë, unë doja një emër të veçantë. Kjo është e parësore, se Sara gjithmonë shkollë ose klasë kanë pasur rresht dhe disa të tjera. Kjo është e parësore, por doja një emër të ishte i shkurtër, i pandryshueshëm dhe nga një emër përfundua me 2 emra. Okej. Se i kisha shumë vështirë dhe nuk e kam bërë dot zgjedhjen vetë. Nuk zgjidhja dot. Vendosim një emër, e thërrisja 3 ditë e barku, thoja nuk bën kë. Okej, kalonim te tjetri. Pastaj një ditë bukur, shikonim këto listat, për shembull po them listat e emrave shqiptar, listat e emrave turp, fuskot. Dhe pa burri listën e emrave pers. Dhe Negin është emër pers, që do të thotë gur ose diamant, gur i çmuar. Pastaj emrin e dytë ja vuri Bora. Bora tha me që ju jeni të fesë muslimane, dua në kuptimin jo dua si diçka që kërkoj dua, por është dua që bëjnë lutja që bëjnë muslimanët. Prandaj unë i them lutja për gurin tonë të çmuar. Një kuptim i tillë. Negin dua. Po ju a lejonin ta bëni 2 emra? Po, mund të bësh 2 emra, në certifikat. Okej. Interesante kjo. Po, mund të bësh 2 emra, saqë duke qenë se unë ngjita Neginin emrin e dytë. Kisha shumë dëshirë dhe vajzës time të ngjisja 2 emra, por i kam vendosur vetëm një emër, sepse normalisht duhet gjesh diçka që të shkon, se të ketë një kuptim. Është e kohë të vendosësh 2 emra thjesht se është trend, kur ajo gjëja nuk ka kuptim. Goca ime quhet Poen. Është si peoni, si lule, është Poen është një emër që ma ka gjetur mami, me thënë drejtën, kam qenë diku tek 4 muajshe e ca. Edhe thjesht e vendos tek lista e emrave. Me idenë që ajo lista do shtohej në muajt, në javët, në vazhdim. Lista nuk ushtua, ose qëllonte që ushtonte dhe pastaj fshihej, asnjë emër nuk na ngjiste. Mami e ka parë tek një serial që ndjek bashkë me babin, janë të fiksuar mbas atij seriali. Është serial historik. Po. Dhe isha një ditë me bashkëshortin tek shtëpia e prindërve dhe ishim të dy duke qëndruar në divan, ulur në telefon të dy. Ato po shikonin serialin me volum të lartë. Dhe sa dëgjohet emri Poena në televizor, ne të dy ngrem kokën dhe thash vendose na bëri ju bëri klik. Ju tringëlloi, le të themi. Po, na pëlqeu. Si ka qenë momenti kur morët vesh që ishin vajza, për të dyja, Është gabim për të thënë, po nuk e di pse doja të shon, ndoshta nga kjo. Doje të shon? Po, doja të shon. Ndoshta nga këto mendimet që na janë ngulitur nga njerëzit e tjerë, sepse ne vetë nuk dim të themi për sa kohë nuk e kishim përjetuar si gjë. Dhe doja të shon,
ndërsa bashkëshorti donte gocë. Okej. E habitshëm fakt se është e kundërta. Përgjithsisht Po, dhe ne kemi qenë në zakonisht familje gocash, edhe tezet, janë goxha goca në fiz dhe prandaj është kjo dëshira për çun. Për pasur djalë, për pasur çun. Dhe gjithsesi, në momentin e parë që ka plasur ajo ngjyrë roz, ai fishek zjarri quhet, kisha një gëzim shumë të madh. Ngela. Nuk ishte emocion që se prisja me thënë drejtën dhe filloi duke u rritur ajo lumzuria në muajt në vazhdim dhe kur e kam larë vajzën për herë të parë me burrin i thash si ka mundësi, thash ato që kanë nga 2-3 goca luftojnë aq shumë ose abortojnë, bëjnë dhe aborte për të pasur çun. Unë nuk do e ndroja këtë, i thash mas 100 çuna tjerë, thash. Si ka mundësi, thash se ndjesia, dashuria është e njëjtë, si të kesh çun, si të kesh gocë. Tani edhe shtëpia po të mbushet plot me goca, nuk ka gjë më të bukur. S'ka gjë më të bukur e vërtet. Sa aq më tepër tani që është rritur të fal një dashuri, është shumë gjë e bukur. Edhe çdo ditë të bëhet më bukur. Për ty si ishte ai momenti kur morë vesh ishte vajzë, ndërkohë që kishe mbes të parën. Po, atë do të thoja. Për mua ishte shumë e rëndësishme të ishte vajzë, sepse ndryshe nga Sara unë bëra teze para se të bëhesha nën. Dhe doja shumë që të kisha vajzë, që të ishin afër me njëra tjetrën. Njësoj siç jemi ne të lidhura me Sarën, të kenë ato rrugët e veta, po ndërkohë të kenë dikë që të flasin. Për mua ishte shumë gëzim i madh. Dhe bashkëshorti donte shumë të kishim vajzë. Nuk e kishte shumë probleme thënë drejtën, si vajzë si djalë, ndërsa unë anoja pak më shumë tek vajzat, ishe më shumë grupi vajzave. Në këtë rast. Mirë, mëmësia nuk ka një formë goca, ka shumë forma dhe ju këtë sot të treguat në mamë, pa diskutimet dhe për të gjitha të që në ndjekin që nuk është asnjëherë gjithçka strikte, më thënë duhet të ecësh gjithmonë me instinkt përgjithsisht në gjërat që bën, sidomos kur flitet për mëmësinë dhe mund t'jeni motra, mund t'jeni shumë afër me njëra tjetrën, por ama prindërimin e keni krejt ndryshe apo rrugtimin krejt ndryshe. Mund pyesësh ishin vetë dhe bëjmë fund fare si ti vetë. Se më mirë se din prindi për fëmijën e vet, nuk e din askush tjetër. Shumë e vërtet. Mirë, janë ca pyetje të shpejta që unë i bëj her pas here të ftuarëve të mi. Kush ka që më vështirë, pjesa e netve pa gjumë apo lindja? Për mua asnjëra. Asnjëra? Jo falë Zotit. Do me thënë, pa gjumë, kur vinë ato orët e mëngjesit, janë shumë raskapitse. Po, fatmirësisht kam pasur ndim, si që thash, dhe nuk i kam djerë shumë. Google apo instinkt? ChatGPT. Google, pastaj instinkt. Jam okej apo jam e lodhur? Tani jam okej. Okej. Miksi të dyjave. Miksi të dyjave. Kafe ftohtë apo pa kafe fare? Nuk pim fare kafe. Nuk pim asnjëra kafe. Kush telefonon më shpesh mami nga të dyja? Ne jemi gjithë ditën bashkë, në darkë na merr mamin. Okej, si jeni, si është goca? Jo, mendoj se unë e telefonoj mamin më shpesh se sa Sara. Okej. Kush kalon më shpejt në panik? Jo, nuk kaloj në panik. Jo, po më shpejt nga të dyja? Bora. Jo, të themi realitetin këtu. Bora i fle goca gjithë natën, është ndonjë natë që është çuar një herë, e bën pak më dramatike, është çuar sot. Ndërsa unë edhe mund të jetë çuar 2 herë, se Negini ka pas fjetur më pak se Poena. Por gjithë këto në familje e dini që Negini është një gocë shumë e urtë, sepse unë nuk ja shfaqja të tjerëve që shikojnë. Kështu që nga Rehat Liku shfaqet më tepër. Po, nga Rehat Liku shfaqet më tepër, unë po Bora është më tepër Rehat. Kush qan më shpejt nga të dyja? Bora. Preke më shumë, Preke shumë. Dhe mendoj se mbas lidhjes jam bërë akoma më e ndjeshme, më e prekshme, më frikë ndaj gjërave. E kuptoj, ndryshon shumë. Kush fal më shpejt? Unë. Të dyja. Okej. Nuk mbaj minate. Kush është mami e dytë për njërin? Mami e dytë mendoj se jam unë për Poenën, duke qenë se kisha kaluar për Poenën. Jo, për njëra tjetrën. Mami e dytë për motrën njërë. Jemi binjake, japim këshilla njëra tjetrës. Njëra prevalon më tepër. Më strikte është Sara. Kurse po, jo, varet me situata. Për mbesën, mendon që ti je për Poenën, fakt unë do thoja ndryshe.
Unë do thoya që ajo mami parë ka qenë për gocën tate. Po. Të them dhe diçka se tani Sepse unë kështu e quaj për motrën time. Po, shumë e vërtet. Goca ime parë ka qenë besa. Sara nuk e ndjen dhe nuk e kupton, realisht kur ato muajt që javët e para që unë kisha lindur, Sara kishte shumë ngarkesë, vinte ndarke vonë kur Negini ishte në gjumë dhe unë ndjesha shumë keq që nuk e shija Neginin. Isha mësuar që ta shikoja shumë shpesh dhe pastaj kur e shikoja më radh thoja po zot sa shpejt është rritur, si miku kjo pjesa. Nuk duhet t'ja marrim, nuk duhet t'ja heqim hakun. Ka ardhur pothuajse çdo natë në shtëpia ime. Është kujdesur më shumë edhe ndoshta për faktin se projektoi fillimisht që në rritështe dhe pastaj mami, ndërsa unë edhe tani kur iki te shtëpia Borës do mbaj më parë gocën time, të mos bëj ndonjë gjë. Apo do e kem vëmendjen te goca, po. Është ndryshe, është prandaj them që gjithmonë motra që është pa bebe është gjithmonë mami parë për vajzën. Veshje cute apo praktike? Praktike dhe cute. Të dyja. Te kush anoni më tepër? Pambuk, streçe, badi, dhe ngjyrat lezetshme. Po, Sara ka veshur më praktike Negini, unë kam shumë qef ta vesh me kordele dhe fustane. Ke qefte, ta bësh tamam gocë, më thënë. Tamam gocë. Sendi më i panevojshëm që keni bler? Peshorja ndoshta. Peshorja? Nuk e kam bler, në fakt më kanë dhuruar. I panevojshëm, thjesht të shkaktonte pak stres, shkaktonte. Sugjerimi im, mos e dhuroni peshorën. Është kot. Unë peshorën e kam peshuar po në deri 3 muajsh e gjys dhe deri tani nuk peshohet më, nuk e peshoj më dhe realisht është gjëja më e panevojshme. A e çoni te pediatri? Po, dhe pediatri që kam unë nuk e peshon, të them të vërtetë. Nuk e peshon më? Jo, nuk e Imi e peshon ka pas më. peshuar çdo muaj që e çoja. Unë e peshonte, kështu që unë isha në rregull me atë një herë në muaj. Mua s'ma peshonte pediatria, se thoshte përderisa ky fëmijë është me zhvillim në rregull, nuk ka rëndësi pesha. Mjafton që në X muaj se mbaj mend duhet të dyfishohet pesha dhe Po, ku e di ta, është të mesy që kishte rritur peshën? E pat që e kishte rritur dhe në muajt në vazhdim nuk e peshonte më. Okej. Mirë. Mua pediatri që jam dikur nuk ma ka peshuar asnjëherë. Çudi e madhe. Po, e ka parë lukse. Çudi. Besoj s'ka nevojë të peshohet pediatri. Se nuk ka mundësi. Unë kisha shumë qef të ma peshonte. Të më maste gjatësin. Po, sigurisht ka gjëra që bën sepse ai duhet sikoj rritjen e gjatësin dhe peshorin e kemi bërë vetëm 2 muajshe dhe 4 muajshe kur kemi bërë vaksinën. Po, matin e kokës e bën. Këto gjërat i kemi bërë vetëm kur bëjmë vaksinën. Këto i ke bërë te konsultorja e lagjes. Te konsultorja e lagjes. Pediatri nuk mi ka bërë këto dhe thotë që nuk ka nevojë të peshohet ky fëmijë. Okej. Se di, ndoshta secili ka procedurat e veta, por në shtëpi pastaj pavarësisht bazike që i bën çdo pediatër në fakt, po pavarësisht muajt e parë se pediatri nuk ma peshonte, unë muajt e parë e peshoja vetë në shtëpi. Po pra, derisa u sha të fiksim ti besoj që e peshoj vetë në shtëpi. Derisa u sha të fiksimin tim. Po, në fakt sepse për sa kohë që shefqëritet mirë ose kështu, po thjesht kur e bën një herë në muaj është një gjë që procedurë që e bën mjeku dhe ti e qet që okej, është gjithçka okej sepse po tha mjeku që është okej. Po, sa që shkoja dhe kur ishte e nevojshme, shkoja për të parë tek pediatra nëse i kishte bërë ato milestones. Po pra. Po, janë percentilet e gjatësisë, peshës që 9 e gjys, që nuk kam shkuar dhe Negini po bën 2 vjeç që nuk kam shkuar më tek doktor, tek pediatër. Po, deri 1 vjeç thon po, nuk bëhet më shumë. Mos hajde më ta se do deri 1 vjeç thon që është për të bërë, pastaj është shkon gjithçka si duhet edhe varet vetëm për vaksinat apo kur smuret apo. Kështu sfida me shëndetin nuk keni pasur, besoj me fëmijë. Vetëm një herë më është smur me temperaturë 40 i ka shkuar, sepse është kjo ideja dhe kam bërë gabim mendoj që i dëgjojmë që mbaje në shtëpi, mos i jep ilaç. E leti, 40 temperaturë. Jo, nuk e lash 39 dolëm nga shtëpia, rrugës i kishte shkuar. Po i kishte dhënë ilaç apo jo? 39. Kisha dhënë në fakt, kisha dhënë, po ndoshta duhej diçka më tepër. Dhe vetëm ajo ka qenë një episod shumë i frikshëm, pasi i ra temperatura, se un kam një tip që e ruaj shumë gjak ftohtësinë, që të mendoj ftohtë, veproj ftohtë, dhe në momentin që ra temperatura, u shlirova dhe unë fillova duke qajt. Shumë e vërtet, në fakt. E di sa e sikletshëm është ai momenti i temperaturës. Unë sa herë sot është 4 vjeç atar, atë mos zot jo temperaturë, domethënë kam shumë frikë temperaturën. Sendi pa të cilit ju nuk bëni dot.
Ose nuk keni bërë, ose nuk bëni sot që flasim. Gjatë Shtaxanis, çfarë nuk kam bërë dot muajt e fundit, ka qenë belly bandi. E kam përdorur jashtë masë shumë. Okej. Dhe Sara nuk e ka Është nga puna, nga pozicioni i punës, më ndihmonte shumë në peshën e bebit. Ndërsa gjatë kësaj periudhe produkte të ndryshme, po Ka një gjë specifike, për shembull, s'kam pas bërë pa kremin e pelenave, doja se s'bëm po të njëjtin, betën që t'ishte... Nuk ja kam ndryshuar, që nga lindja nuk ja kam ndryshuar, pastaj këtë verë që kaloj, pati goxha skuqe dhe te këmbët, dhe në pjesët intime, dhe nuk i përdora më krem. Dhe unë që sot e kësaj dite, dhe kur lindi, që në momentin që lindi, unë nuk i kam përdorur letrat lagura, shumë pak. Ndoshta për të fshirë duart, buzët, unë nëse është momenti për të ndruar pelenën, e laj, qoftë në restorant, në lavaman, kudo që t'jemi. Ka shfaqur një lloj alergjie, po thua në këtë rast? Vetëm tani këtë verë. Tani ishte shumë e madhe. Dhe mendojnë që ka qenë nga letrat e lagura? Jo, nuk ishte nga letrat e lagura, por po them që kujdesi ishte i tillë, nuk përdorja fare letrat lagura, e laja gjithkohës, por mendoj nga deti, nuk e di çfarë ndodhi nga pelenat e ujit më duket. Po, ajo i ka ndikuar për keqe. Dhe në atë moment unë vendosa që s'do i përdor më kremra, sepse lexova diku që kremrat nuk janë shumë të nevojshëm, sepse deri në atë ditë i përdorja krem për fytyrën, krem për trupin, vaj për trupin, krem për pjesët intime. Ishin shumë kremra pa nevojshme, u bë që nga vera, domethënë, që në fillim të verës dhe deri tani unë s'përdor më asgjë. Personalisht mendoj që kremi më i domosdoshëm dhe i nevojshëm është ai pelenave, pjesa tjetër pastaj më duket thjesht relaksim për bebin, më shumë se sa do ndikojë në lëkurën e tij, le të them. Edhe unë nuk është se kam përdorur përveç se faktit që nëpërmjet kremit e relaksoja më shumë dhe ishte ajo rutina e përnatshme që ne bënim. Po unë edhe kam vënë që edhe pasi nuk i kam përdorur krem, nuk është skuqur. Nuk është. Gjithsesi nuk kam pasur probleme me lëkurën, përveç këtij rastit në verë, që në lidhje s'kam pasur probleme. Kjo është një gjë që dhe unë e kam mësuar nga Sara, dhe që kur ka lindur goca unë shumë radh i vendos krem dhe kremi i ndrimit, nuk e vendos. Dëshira për të dalë apo dëshirë për të fjetur? Pas lindjes, çfarë keni pasur? Edhe para lindjes, unë kam qenë për të fjetër. Nuk jam shumë tipi. Për të... Është e njëjtë. Unë kam me periudha. Herë dua të dal, herë dua të rinë në shtëpi dhe të flam. Trupi juaj, presion apo pranim? Ndryshimi? Mua më ka pëlqyer ndryshimi. Kisha glow up. Gjatë Shtaxanis. Kjo dhe për faktin që isha goxha e dobët më përpara dhe ato kilet e Shtaxanis sikur më zbukuruan. Saqë unë mendoj që trupi im i ka pasur të nevojshme ato kile, sepse unë pas Shtaxanis rash vetëm 4 kile. Dhe i mora prap, domethënë unë deri para pak muajsh kisha peshën sikur isha Shtaxan. Nuk muajsh Shtaxan. Interesante. Normalisht që barku nuk është i shesht. Nuk vjen, po nuk vjen as me zi, është shumë e pamundur, duhet se u të më bërë shumë pesh. Por që s'më prish shumë problem, s'më prish shumë punë. Kur jam me rroba banjo, aty më kujtohet që duhet pak më shumë ushtrime. Për mua nuk është shumë e lehtë, sidomos mëngjeseve kur ti çohesh dhe të kërkon çfarë do veshësh sot, gjithmonë përfundon me një palë streçe të zeza dhe një bluzë oversize. Po nuk e kam vënë re si diçka që është shumë problem, sepse duke qenë se koha nuk është presion, pra. Nuk është presion. Është një gjë që do kaloj, mendoj, primarisht goca dhe çdo gjë pastaj kujdesi ndaj vetes do vi natyrshëm. Debati më i shpeshtë që bëni pas bebit, ardhjes së bebit. Mos ja jep këtë, se kemi thënë se që s'do ja japim. Unë e imja është që mos e puth, kur kem mjekër se irritohet lëkura. Edhe kam bërë të madhe këtë gjën, se nuk kam dëshirë. Goca ime po e më futet duart në gojë. Dhe njerëzit pa të keq, edhe bashkëshorti dhe njerëzit që na alertojnë pa të keq puthin duart. Dhe unë nuk jam një mami e fiksuar realisht, jam shumë i marr shumë gjëra të easy, shumë lehtëshëm, por duaj që të paktën ato gjëra që të fusin në gojë të jenë të pastra, si duart edhe lëkura, fytyra të jetë mos të irritohet. Jo, ke shumë të drejtë, dhe është drejta jote që të vendosësh për se si do të rritet fëmia dhe se si do të kujdesesh për fëmijën tënd. Në fakt sepse kemi dëgjuar dhe
provat janë dhënë me kohë që nëpërmjet këtyre merren sëmundje të ndryshme, të cilat mund të jenë dhe fatale, që kështu pse jo mos me i shmang në këtë rast. Teze strikte apo teze që prish rregullat? Teze që prish rregullat është bora. Hajde e bëjmë këto me tezën. Kurse ti se ke provuar akoma gjë. Mendoj se kështu duhet të jenë tezet, që të zëvendësojnë, domethënë, një mami e dytë për që të bëjnë ato gjërat, ato gjërat që mami s'ti bën. Kuadrin, po. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Dhurata apo kohë bashkë me njëra tjetrën në shkëmbim? Me fëmijët tonë. Po. Ko bashk, sa që unë për ditëlindje nuk ja festova të madhe 1 vjetorin dhe as 2 vjetorin s'do ja festoj të madhe, më mirë bën një udhëtim, se mua më mungon kjo koha bashkë. Kupton dhe lidhesh me njëra tjetrën pavarësisht se nuk krijon kujtime se ndoshta si mban mend, po krijohet ajo lidhja. Lidhja është. Një fjali që doja thonit një mami të re sot. Shijoja dhe në fund bëj, domethënë dhe lexo shumë. Ose shiko video, mënyra jote se çfarë ke më të mirë, që është më e mirë për ty, por shiko sa më shumë informacione, lexo sa më shumë, në momentin që ti shkosh te pediatri, që të thot disa gjëra që janë bazë, ti dish. Kupton dhe më mirë se e njeh ti fëmin tënd, nuk e njeh asnjë, dhe vendos ti për fëmin tënd, jo të tjerët. Për mendimin tim, çdo hap të bebit ta bëj vetë në fillim, mos t'ja lë në dorë të gjysheve, sepse është një lidhje shumë e bukur kur i bën gjërat vetë dhe e kupton se sa mund të bësh ti. Domethënë, sa fuqi na jep në Zotit për të bërë kaq shumë gjëra. Ti më përpara nuk e ke menduar se mund të rrijaj shumë net pa gjumë, mund të punoje pastaj gjithë ditën me orë të tëra, mund të kthehesh në shtëpi dhe Zoti të jep një fuqi të pakuptueshme dhe arrin të bësh gjitha pastaj. Goca, faleminderit që ishte të mamë. Shumë faleminderit. Shumë. Faleminderit.